Neveria viserale ndaj telefonatave është një fenomen që ka fituar një rëndësi të paparë në dekadën e fundit, duke u transformuar nga një preferencë thjesht personale në një objekt studimi të theluar për psikologjinë e sjelljes dhe komunikimit. Ajo që për brezat e mëparshëm ishte mjeti përfundimtar për lidhje dhe afërsi, për një segment në rritje të popullsisë, është bërë një bulim ankthi ndër hyrjeje dhe lodhjeje mendore. Kjo ndjenjë urrejtjeje ose neverje ndaj telefonit nuk është rasti apo një tek brezash, por më tepër një përgjigje ndaj një sërë faktorësh kompleks psikologjik që përfshin humbjen e sinjaleve jo verbale, presionin e kohës reale dhe pushtimin e hapësirës personale. Pëlqeni, abonohuni dhe shpërndajeni. Le të fillojmë. Për të kuptuar pse dikush mund ta urrejë tingullin e një telefonate hyrëse, është e nevojshme të analizohet së pari natyra e komunikimit njerëzor. Pjesa më e madhe e shkëmbimit të informacionit nuk ndodh përmes fjalëve, por përmes elementeve jo verbal, siç janë shprehjet e fytyrës, gjestet, qëndrimi i trupit dhe kontakti me sy. Kur flasim në telefon, 90% e këtij informacioni zhduket, duke lënë trurin në një gjendje të cenueshmërisë njohëse. Individi detyrohet të përpunojë vetëm tonin e zërit dhe heshtjet, gjë që krijon një ngarkesë shtesë mendore. Truri duhet të punojë jashtë orarit për të hamencuar qëllimet e telefonuesit, duke interpretuar çdo pauzë ose ndryshim të zërit si një shenjë të mundshme refuzimi, mërzie ose acalimi. Kjo mungesë e kontekstit vizual krijon një pasiguri që për shumë njerëz është e padurueshme. Psikologjia kognitive shpjegon se kjo neveri shpesh lidhet me ankthin e performancës në kohë reale. Ndryshe nga një mesazh teksti ose email, ku dërguesi ka mundësinë të modifikojë, fshijë dhe reflektojë mbi atë që do të thotë, një telefonat kërkon një përgjigje të menjëhershme. Nuk ka kohë për korrigjim. Kjo natyrë menjëhershme e komunikimit me zë gjeneron tek shumë njerëz frikën se mos thon diçka gabim, se mos t'i ngalojnë të ngathët, ose se nuk gjejnë fjalët e duhura nën presion. Për ata që kanë një tendencë drejt perfeksionizmit ose ankthit social, telefonata perceptohet si një provë vazhdueshme ku çdo heshtje e zgjatur interpretohet si një dështim i rrjetshmërisë sociale. Telefoni eliminon të drejtën për reflektim paraprak, duke detyruar një ekspozim të drejt për drejt dhe të papërpunuar, që është shtërues. Një faktor tjetër përcaktues është ndërhyrja dhe humbja e kontrollit mbi kohën e vet. Një telefonat është, sipas përkufizimit, një ndërprerje. Dikush vendos në mënyrë të njanshme se nevoja e tij për të komunikuar është më e rëndësishme se çdo aktivitet në të cilin është i angazhuar marrësi aktualisht. Në psikologjinë e produktivitetit dhe menaxhimit të kohës, kjo perceptohet si një sumë ndaj autonomisë. Në epokën e komunikimit asinkron, ku mund të zgjedhim se kur t'i përgjigjemi një mesazhi, thirrja ndihet si një kërkesë për vëmendje absolute dhe të menjëhershme. Kjo ndjenje të qenit rrëmbyer nga personi tjetër gjeneron pakënaqësi në ndërgjegjeshme. Personi që urren të flasë në telefon vlerëson aftësinë e tij për të menaxhuar energjinë e tij mendore dhe e sheh thirrjen si një qarje përmes së cilës kontrolli i tij mbi ditën rrëshqet. Lodhja nga mbistimulimi luan gjithashtu një rol vendimtar. Shumë njerëz që shmangin telefonatat janë shumë të ndjeshëm ose introvert. Për ta, zilja e telefonit është një stimull agresiv që prish rrjedhën e botës së tyre të brendshme. Sa po fillon biseda, përpjekja për të mbajtur vëmendjen ekskluzive në një zë që vjen direkt në vesh, pa shpërqendrime vizuale për t'i ndihmuar ata të ankorohen në realitet, mund të jetë e tepërt. Ekziston një fenomen i njohur si lodhja e zoomit ose lodhja e telefonit, ku truri lodhet për shkak të intensitetit të fokusit të kërkuar për të kompensuar mungesën e pranisë fizike. Pas një telefonate, këta individ shpesh ndihen të raskapitur, sikur të jenë sforcuar fizikisht. Nga një perspektive psikologjisë sociale, urrejtja ndaj telefonit mund të interpretohet gjithashtu si një përgjigje ndaj etikës në zhvillim. 30 vjet më parë, nuk ishte asnjë formë tjetër të komunikimit të shpejtë, kështu që telefonata ishte një e keqe e domosdoshme. Sot,
ka shumë alternativa më pak ndërhyrëse. Prandaj kur dikush zgjedh të telefonojë, në vend që të dërgojë një mesazh të shkurtër, Marsi mund ta interpretojë këtë si mungesë respekti për kohën e tij, ose si një shfaqje egocentrizmi nga ana e dërguesit. Ky perceptim se telefonata është e panevojshme rrit acarimin. Pyetja që lind automatikisht në mendjen e personit të prekur është: pse kjo çështje nuk mund të ishte zgjidhur me një mesazh të thjeshtë me tekst, që nuk kërkonte ndërprerjen e aktivitetit të tij aktual? Frika nga heshtja është një tjetër komponent psikologjik jetësor. Në një bisedë ball për ball, heshtja mund të jetë e rehatshme, mund të jetë një moment për të reflektuar, për të vëzhguar mjedisin përreth, ose thjesht për të shijuar praninë e personit tjetër. Megjithatë, në telefon, heshtja është një boshllëk i errët. Një sekond heshtjeje në telefon dhihet si një minutë tensioni. Njerëzit që urrejnë telefonin shpesh ndihen të detyruar të mbushin çdo boshllëk me fjalë boshe ose fraza plotësuese për të shmangur shqetësimin e asgjës pa zë. Kjo nevojë për të mbajtur një zhurmë të vazhdueshme, për të siguruar që lidhja të mbetet aktive dhe marrëdhënia të jetë në rregull, është një burim stresi i vazhdueshëm gjatë gjithë telefonatës. Duhet të marrim në konsiderat edhe konceptin e audiencës së padukshme. Shpesh, neverja ndaj të follurit në telefon intensifikohet kur personi është në një vend publik ose i rrethuar nga të tjerë. Ekziston një disonans psikologjike në pjesëmarrje në një bisedë private, ndërsa është fizikisht i pranishëm në një mjedis të ndryshëm shoqëror. Individi ndihet i vëzhguar nga ata përreth tij, megjithatë dëgjohet vetëm ana e tij e bisedës, duke e bërë të ndihet i prekshëm dhe i ekspozuar. Ky fragmentim i vëmendjes, të qenit i detyruar t'i kushtohet vëmendje një personi që nuk është i pranishëm gjatë lundrimit në hapësirën aktuale fizike, gjeneron shqetësim të thellë dhe një dëshirë për ta përfunduar shkëmbimin sa më shpejt të jetë e mundur. Psikologjia zhvillimore sugjeron që brezat e rinj, duke qenë se janë rritur me komunikimin me tekst si norm, nuk kanë zhvilluar të njëjtat aftësi improvizimi verbal si brezat e mëparshëm. Kjo nuk do të thotë se atyre u mungojnë aftësitë sociale, por përkundrazi, aftësitë e tyre janë përshtatur në një medium tjetër. Për një person që është i lindur në botën digjitale, zëri është diçka intime, e rezervuar për momente me rëndësi të madhe emocionale ose urgjenca. Prandaj, marrja e një telefonate për një çështje të parëndësishme ndihet e pabarabartë. Është si dikush që hyn pa paralajmërim për të pyetur diçka që mund të ishte dërguar me një shënim të fshehur në nder. Pastaj, pëlqeni, abonoheni dhe shpërdajeni. Ekziston gjithashtu një dimension ankthi që lidhet me pamundësinë për ta mbyllur telefonatën natyrshëm. Në një bashkëveprim ball për ball, ka sinjale fizike që tregojnë se biseda po mbaron. Dikush kontrollon orën, ngrihet ose fillon të mbledh gjërat e tij. Në telefon, këto sinjale mungojnë. Shumë njerëz nuk i pëlqejnë telefonatat sepse kanë frikë se mos ngjeqin në një bisedë të gjatë, pa ditur si ta përfundojnë atë, pa u dukur të pasjellshëm. Kjo pasiguri në lidhje me kohëzgjatjen e angazhimit i bën ata të preferojnë të mos e fillojnë fare bashkëveprimin. Thirrja perceptohet si një kontratë me afat të pacaktuar që ata nuk janë të gatshëm ta nënshkruajnë. Për disa, shmangja e telefonit është një zgjatim i ankthit social. Telefoni eliminon aftësinë për të lehtësuar mikroshprehjet që na sigurojnë se personi tjetër nuk po na gjykon negativisht. Pa përforcimin vizual të një buzëqeshje ose një përkuljeje koke, mendja e shqetësuar tenton të mbush boshllëqet me mendime katastrofike. Një ton zëri pak më i ulët se normalja mund të interpretohet si një shenjë zemërimi, duke shkaktuar një përgjigje lufto ose ik në sistemin nervor të Marsit. Shmangja e thirrjes në fund të fundit është shmangja e mundësisë së një keq interpretimi të dhimbshëm emocional. Si përfundim, urrejtja e telefonatave është një përgjigje psikologjike me shumë shkaqe që pasqyron një kërkim për kontroll më të madh, efikasitet dhe mirëqenie emocionale në një botë të mbushur me kërkesa të jashtme. Nuk është një shenjë dobësie, por më tepër një manifestim i mënyrës se si truri i njeriut përpiqet të mbrojë burimet e tij të kufizuara të vëmendjes dhe energjisë.
Të kuptuarit se heshtja, reflektimi dhe komunikimi asinkron janë vlera të rëndësishme për shumë njerëz, na lejon të ndërtojmë forma komunikimi më respektuese dhe më pak stresuese. Në vend që t'i detyrojmë të gjithë të përshtaten me një mjedis armiqësor, psikologjia nafton të vlerësojmë diversitetin e stileve të komunikimit. Në fund të fundit, respektimi i preferencës së dikujt për të mos folur në telefon është respekt për hapësirën mendore të personit tjetër, duke pranuar se zëri njerëzor ka një fuqi kaq të madhe sa nuk duhet të përdoret gjithmonë pa dallim, por të rezervohet kur nevojitet lidhje e vërtet. Liria për të zgjedhur se si dhe kur komunikojmë është një shtyllë themelore e shëndetit mendor në epokën moderne. Dhe neverja ndaj telefonit është thjesht një mënyrë për të mbrojtur atë kufi personal. Kjo autonomi komunikuese nuk duhet kuptuar si një akt izolimi ose mungesë interesi për të tjerët, por më tepër si një strategji e sofistikuar vetërregullimi në një botë që nuk pushon kurrë së bërtituri. Mbrojtja e kufive personal kundër thirrjeve të papritura është në thelb një ushtrim sovraniteti mbi sistemin nervor të dikujt. Në epokën e disponueshmërisë absolute, ku të qenit i arritshëm, supozohet të jetë ekuivalent me të qenit i disponueshëm. Vendosja e kufive të qartë në përdorimin e telefonit bëhet një akt i domosdoshëm. Rezistence për të ruajtur integritetin psikologjik. Shëndeti mendor modern varet në një mas të madhe nga aftësia jon për të filtruar zhurmën e jashtme dhe për të vendosur se cilet stimuj lejojmë të depërtojnë në sferën tonë private. Kur dikush zgjedh një mesazh teksti në vend të një telefonate, ai po pohon të drejtën e tij për reflektim dhe qetësi. Kjo liri lejon një komunikim më të qëllimshëm dhe më pak reaktiv. Duke hequr presionin e një përgjigjeje të menjëhershme, individi mund ta përpunojë informacionin, të vlerësojë emocionet e veta dhe të përgjigjet nga një pozicion më i ekuilibruar dhe i ndershëm. Një telefonat e imponuar nga ana tjetër shpesh detyron një përgjigje automatike, që mund të mos pasqyrojë atë që personi ndjen ose mendon vërtet. Prandaj, refuzimi i telefonatës është gjithashtu një kërkim për autenticitet. Është të preferosh një fjalë të shkruar me kujdes në vend të një fraze të thënë me nxitim dhe nën stresin e ndërprerjes. Për më tepër, kjo mbrojtje kufive personal ka një ndikim të drejtë për drejtë në uljen e lodhjes njohëse. Truri i njeriut nuk është projektuar për të kalluar vazhdimisht midis detyrave të thella dhe kërkesave të papritura sociale. Çdo telefonat që ndërpret një moment përqendrimi ose pushimi, shkakton atë që psikologët e quajnë kosto e ndërimit të detyrave, e cila shteron rezervat e glukozës në tru dhe rrit nivelet e frustrimit. Duke ushtruar lirin për të mos u përgjigjur dhe duke preferuar mjetet asinkrone të komunikimit, ne po mbrojmë aftësinë tonë për të përqendruar dhe po i lejojmë mendjet tona të pushojnë. Është një deklaratë se koha dhe qetësia jonë mendore nuk janë në shitje ose në dispozicion të kujdo që rastësisht ka numrin ton. Së fundmi, njohja e kësaj shtyle të shëndetit mendor nafton të zhvillojë një etikë të re komunikimi bazuar në pëlqimin e ndërsjellë. Ashtu siç respektojmë hapësirën fizike të tjerëve, duhet të mësojmë të respektojmë hapësirën e tyre digjitale dhe akustike. Një shoqëri që vlerëson shëndetin mendor është ajo që nuk i gjykon ata që i vendosin telefonat e tyre në heshtje, por përkundrazi e kupton se ky person po kujdeset për paqen e tij të brendshme. Lidhja e vërtet njerëzore nuk lind nga detyrimi për një telefonat, por nga respektimi i kohës së njeri tjetrit. Duke e vërtetuar këtë refuzim të telefonit si një kufi legjitim, ne po ndërtojmë një mjedis shoqëror më empatik, ku komunikimi bëhet një urë që kalohet kur të dyja palët janë gati, dhe jo një pushtim që e lë njërën palë të raskapitur dhe të pafuqishëm. Pëlqejeni, abonohuni dhe shpërndajeni. Shihemi herën tjetër.